Ulni shikimet tuaja, triumfi mbi sfidën e verës. Vera vjen gjithmonë si një dallëndyshe drite, por bashkë me ngrohtësinë e saj, sjell edhe një provë të padukshme për zemrën. Në rrezet e nxehta të diellit, bota hapet, kufijtë me shtësisë zbehen dhe larkurisia bëhet pjesë e përditshmërisë në rrugë, plazhe dhe rrjete sociale. Në këtë vorbull pamjesh që na rrethojnë çdo sekond, syri njerëzor përballet me një bombardim të vazhdueshëm. Por, a e kemi pyetur ndonjëherë veten, çfarë çmimi paguan shpirti ynë për çdo pamje që thith pa kontroll? Në mes të kësaj stuhie vizuale, krijuesi ynë, Zoti i Gjithëdijshëm, na ofron një mburoj. Ai nuk na urdhëroi të mbyllim sytë ndaj bukurisë së botës, por na porositi diçka më të thellë, të ulim shikimin. Në Kur'anin e Shenjtë, ai u drejtohet besimtarëve me një thirrje dashurie dhe mbrojtjeje. Thuaju besimtarëve të ulin shikimet e tyre dhe të ruajnë nderin e tyre. Kjo është më e pastër për ta. Surja Nur 30. Ky nuk është një kufizim i lirisë, por është vetë liria. Është ftesa për të mos u bërë robër të çdo gjëje që shfaqet para nesh. Edhe i dërguari i Zotit, profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, e dinte natyrën e kësaj sfide. Ai e quajti shikimin e ndaluar si një nga shigjetat e helmuara të djallit. Dhe sa herë që shikimi i parë ndodh pa dashje, ai na mësoi urtësinë më të madhe. Ktheje kokën pas, mbroje zemrën tënde. Sepse shikimi është si një fëmijë i vogël, pa e ushqeve me çdo gjë që kërkon, ai do të kërkojë gjithnjë më shumë, duke e lënë shpirtin të etur dhe të trazuar. Ulja e shikimit nuk është dobësi, është forca më e madhe e kontrollit mbi veten. Në këtë stin të nxehtë, kur sprova është në çdo hap, zgjedhja është në duart tona. Të ulësh shikimin do të thotë të ngresh dinjitetin, do të thotë i dhurosh vetes një paqe që nuk blihet me asgjë në këtë botë, ëmbëlsinë e besimit dhe pastërtinë e shpirtit. Kur të gjithë i dorëzohen valës, ti zgjedh të jesh ai që e sundon shikimin tënd, sepse syri që ulet për hir të Zotit sot, është ai sy që do të shohë bukuritë e pafundme nesër.